Qendra kulturore në Vlorë po zhvillon investime të rëndësishme në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës. Vëmendje e konsiderueshme po i kushtohet edhe kinemas së qytetit si dhe ullit të saj, aty ku parashikohet të vendosen edhe portretet e aktorëve. Por një vend të rëndësishëm do të zërë por ashtu edhe polifonia, si dhe grupet artistike të Vlorës. Drejtori Genc Demiraj po ndjek nga afër të gjitha punimet dhe ndërhyrjet që po realizohen. Demiraj thekson se punimet për galerin po ecin me hapa të shpejt. Punimet do të bëhen sa më cilësore, thekson ai. Galeria po ecën me hapa të shpejt. Ka mbaruar ana strukturore, ndërtimi i saj. Janë ato rifinitura e brendshme, po bën tavanet, po bën disa spostime, ka mbetur gjëra teknike që kërkojnë edhe më shumë durim, sepse duhet edhe gjëra të jetë sa më cilësore. Por kur parashikohet të jetë gati galeria e qytetit të Vlorës? Në bazë të projektit dhe parashikimit, ata kanë 4 muaj, po nuk e dim tani. Mund të dalë më para, mund të jetë pak më vonë. Galeria do të jetë me 2 kate, thekson drejtori i Qendrës Kulturore të Vlorës Genc Demiraj. Parashikohet ndërtimi një salle multifunksionale, ku një nga sallat do të jetë e hapur gjatë gjithë kohës. Demiraj thot se aty do të hapen ekspozita të piktorëve, e se do të jetë shtëpia e madhe e piktorëve të Vlorës. Me 2 kate, siç e kam dhënë në intervistën tuaj të mëparshme, do të ketë një ashensor që do lidh 2 katet dhe një shkallë që do të jetë multifunksionale që edhe salla e katit 2, kur s'ka galeri, mund ta përdorin për multifunksionale, siç thash. Ne mendojmë që njëra nga sallat të jetë e përhershme e hapur. Domethënë edhe me veprat artistike të piktorëve apo skulptorëve të realizmit që kanë qenë më parë, ti rinxjerrim, ti rifreskojmë, ti rishfaqim për publikun. Pra galeria të jetë hapur në gjitha kohët. Të ketë një orar që edhe vizitorët që të vinë ta shikojnë. Plus pasaj do të ketë ekspozita në grup të piktorëve, do të ketë ekspozita personale të piktorëve, sepse dihet që Vlora është një shkollë e madhe dhe vend i madh i pikturës vlonjate. Kështu që ne mundojmë që ta bëjmë tamam atë, ta rikthejmë shtëpia e madhe e piktorëve.